Në një moment kyç për të ardhmen europiane të Shqipërisë, në 14 prill në Bruksel do të zhvillohet konferenca e radhës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Kjo konferencë shënon një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të vendit, duke reflektuar progresin e bërë dhe sfidat që mbeten përpara. Në fokus të këtij organizimi do të jetë vlerësimi i ecurisë së Shqipërisë në përmbushjen e kritereve për hapjen e kapitujve negociues me theks të veçantë në shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe reformën në sistemin e drejtësisë. Zyrtarët evropian kanë vlerësuar progresin e Shqipërisë ndërsa theksojnë rëndësinë e vijimit të reformave me ritëm dhe seriozitet. Delegacioni shqiptar do të përbohet nga përfaqësues të lartë të qeverisë me synim për të riafirmuar angazhimin e vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në Tiranë janë zhvilluar përgatitjet e fundit për këtë ngjarje të rëndësishme, ndërsa autoritetet shqiptare cilësojnë konferencën si një mundësi për të avancuar më tej në rrugën e integrimit. 14 prilli pritet të jetë një datë simbolike për procesin e gjatë dhe të vështirë të integrimit, por edhe një shans për të treguar përkushtimin e Shqipërisë ndaj vlerave europiane. Pritet me interes ajo se çfarë do të sjellë kjo konferencë dhe mesazhet që do të dalin prej saj. Ndërkohë kryeministri Edi Rama është zotuar për të përmbyllur bisedime deri në vitin 2027 dhe brenda 2030-s Shqipëria të jetë pjesë e familjes europiane.